Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah Zot, na dhuro dije dobishme, na mundso vepra të mira dhe na furnizo me furnizim të pastër dhe halal sa të jemi gjallë. O Allah Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës dhe na njeh me të kotën dhe na largo prej saj. O Allah Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne dhe jo dëshmi kundra nesh. Atëherë, po filloj me pyetjet të cilat kanë ardhur dhe i kemi të rezervuara, ndërkohë që nëse në një prej vëllezërve apo motrave kanë pyetje direkte mund t'i bëjnë, inshallah taala. Atëherë, fillojmë. Këtu në qytetin tonë, dhe ka përmend emrin e qytetit, po s'po e përmendim, ka shumë vende të quajtura vende të mira, pra dhe varre ku njerëzit çojnë atje lek. A lejohet që të lëm lek në to? E para gjë, në Islam nuk ekzistojnë këto gjëra. Nuk ka në Islam vende të mira, vende të bekume, varre të shenjta, varre të bekume etj. Dy janë vendet e shenjta në Islam. Mekka e thënë kështu në Kur'an dhe Medinja e thënë kështu në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se muslimanit, edhe pse beson se Mekka dhe Medina janë vende të shenjta dhe të bekuara, nuk justifikon kjo që të marrin gurët apo dheun apo të fërkohen andej në përmale, në përkodra, në përfusha, apo të fërkojnë kanatierët, apo çorapet, apo në gjë tjetër andej, në mënyrë që të marrin bekimet e t'i sjellin këtej. Kur kjo gjë se ekziston në ato vende që i ka përmend Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, si mund të ekzistojnë në vende të tjera të botës? Flasim gjithmonë në standardin islam të gjës, sepse mund të jetë me standardin e besimeve të kota, mund të jetë me standardin e ignorancës, mund të jetë me standardin kështu e kemi gjetë e kështu do ta lejmë, mund të jetë me standardin e risive dhe sajesave, mund të jetë me çdo lloj standardi paganizmit, po me standardin islam jo. Po jo aty për shembull njerëzit thonë bismillah e përmendin, nuk justifikon. Idhujtarin, paganizmin nuk e justifikon asgjë. Kështu që kjo lloj gjë nuk ekziston në Islam, nuk ekziston në Islam. Ekziston filan qytet, apo në X, apo Y, apo Z qytet, apo vend. Ky është muhabet njerëzish. Madje në Islam, as në xhami nuk lejohet njeriu mu fërku në muret e xhamisë. Apo me pru kanatierën, apo mbathjet, apo çorapet me ilon ke xhamia që të ecin bar nesër pas nesër. Nuk ekziston. Që në fund fare xhamiat çfarë emri kanë si mas Kur'anit? Shtëpiat e Zotit në tokë. Pra kjo gjë nuk lejohet as në xhami të bëhet, e jo më në përvarre, në për tyrbe, për ku dëgjon çfarë mund të ekzistojnë nga produktet njerëzore. Produktet njerëzore. Kjo është e përmend në Kur'an dhe ne themi jo, stop shirkut, idhujtarisë se nuk e fal Zoti kurrë. Për këtë arsye nëna e besimtarëve radhiyallahu ta'ala anha tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në smunjen e tij të vdekjes, para se me dhon shpirt, në agoninë e vdekjes, në shtratin e vdekjes, ndaloi rrepsisht dhe tha: mallkuar qofshin ata të cilët varret e profetëve apo dietarëve apo njerëzve të devotshëm i kthejnë në objekte adhurimi.
Nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu ta'ala, e komenton këtë fjalë të pejgamberit alayhis salam duke thënë: "Falawla dhalika la ubriza qabruhu." Edhe dha amanetin tjetër që tha: "La taj'alu qabri 'ida." Mos e ktheni varrin tim në objekt vizite. Atëherë, ndalimi dhe mallkimi në hadithin e parë dhe ndalesa në hadithin e dytë, vjen komenti nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, e cila thotë: mos ishte kjo ndalesë e pejgamberit alayhis salatu selam, varri i tij sallallahu alaihi wasallam do të ishte i dukshëm dhe i arritshëm për gjithë njerëzit. Ku është varri i pejgamberit alayhis salam? Mund ta shohësh? Ka 850 vjet që është murosur në atë formë që 850 vjet e këtej se ka pa më njëri. Se para 850 vjetësh mund të fuset dikush ta shifte, apo typ të sipër murit ta shifte. Tani është bllokuar çdo gjë. Nëse kjo gjë nuk lejohet në varrin e krijesës më të mirë të Allahut, më të dashur të Allahut, si mund të lejohet në vende të tjera të botës? Për këtë arsye ne kemi thonë gjithmonë, ka hapësira negociatash me çdo kënd, për çdo mendim. Vetëm se kur shkon puna në kufër dhe në idhujtari dhe në shirk, s'ka më hapësira. Sepse kufri dhe shirku dhe tauhidi nuk bashkohen. Njëri o do të jetë njësues i Zotit, o do të jetë idhujtar. Nuk mund të jetë njëkohësisht idhujtar dhe njësues i Zotit. Nuk mund të jetë njëkohësisht. O do të jetë besimtar, o do të jetë jo besimtar. Flas në kuptimin e shirkut të madh dhe në kuptimin e kufrit të madh. Nuk mund të jetë njëkohësisht të dyja, o një o tjetra. Kështu që le të shërbej kjo pyetje si një inshallah qoftë pyetja e fundit që na bëhet në këtë temë, sepse vazhdimisht bëhet dhe vazhdimisht përgjigjemi dhe prap njerëzit kanë paqartësi, gjë që tregon se siç punojmë ne tek e drejta dhe e vërteta dhe tauhidi, ka të tjerë që punojnë tek e keqja, tek e kota, tek shirku dhe tek idhujtaria. A lejohet thot që të lëm lek në varret e prindërve apo të afërmve? Apo t'i marrim lekët që kanë lënë të tjerët? Jo, nuk lejohet. Nuk lejohet që ne të lejmë lek në përvarre. Nuk lejohet. S'ka lidhje kjo me fenë e Zotit. Po mirë, nëse të tjerët kanë lënë për shembull, a na lejohet neve t'i marrim nëse rrezikon jetën dhe s'ke çfarë të hash dhe s'ke zgjidhje tjetër, s'ka gjë inshallah hajër. Por që të shkoj njëri të ri në përvarre, të mbledh lekët e të vdekurve, kjo nuk është as pak as fetare, as devocion, as devotshmëri, as islame, po edhe nuk është kjo metoda që feja e Zotit i ka edukuar njerëzit. Feja e Zotit i ka edukuar njerëzit që të punojnë, që të përgatiten që kur shkojnë në varr të kenë se si dalin përpara Zotit, jo të rinë në përvarre të mbledh sadakatet apo të mbledh sadakatet në i thënxhin, parat që lejnë njerëzit në përvarre. Ose nderuar, këto kohët e fundit ka pas një debat shumë të madh dhe ju keni marrë një qendrim shumë të rënd, thot ky, në raport me dy rastet, me raportin e asaj motrës që i thoshin teologe, që ajo hoqi dorta nuk jam, të kjo pjesë ka bërë mirë, dhe rastit tjetër të atij djalit kuranistit. Por kemi vënë re që ti ndaj asaj teologës, ish teologës, ke qenë shumë më i ashpër se sa rasti i kuranistit. E vërtet është. Pse kam qenë më i ashpër? Për dy arsye. Rasti i kuranistit, gjithë muslimanët besojnë se kush është kuranist është jo besimtar, mohues i islamit, mohues i Kuranit, mohues i gjithçkaje. Kështu që situata me të është shumë e lirë, shumë e lehtë, sepse nuk ka musliman mbi sipërfaqen e botës që të besoj se njëri që thotë unë jam kuranist është besimtar musliman. Pse? Sepse kuranistët janë mohuesit e Kuranit. Për këtë arsye unë thash tek ligjëratët që kam mbajtur në Durrës,
$50.000 ose €50.000 i ka ai njëri që më vërteton se një kuranist është besimtar në Kur'anin. Sepse që thuash një kuranist është besimtar në Kur'anin, minimalja duhet mohosh 300 ajete kuranore. Ndërkohë që në Islam mohimi një ajeti të nxjerr prej feje, mohimi një gjys ajeti të nxjerr prej feje, mohimi një fjalë të nxjerr prej feje, mohimi një shkronje me qëllim të nxjerr prej feje, mohimi një zanorje me vetdije të nxjerr prej feje. Jo më që kuranistët mohojnë minimalisht 300 ajete. Për këtë arsye nuk jam marrë me Krist kuranistin, sepse ai është jo besimtar, ai është një mohues i Zotit, mohues i Islamit, s'ka thënë shahadet asnjëherë në jetën e vet për të futur në Islam e tjerë e tjerë. Ndërsa rasti i theologes që e mori lumi me deklaratat e saj, ajo ka bërë fesad. Fesad do të thotë ka bërë një, si ta themi në shqip, ka bërë një përçarje dhe ka bërë një prishje dhe ka largu njerëzit nga feja e Zotit, sepse kishte një petk që dukej si islame, kishte një titull që ja kishte dhënë vetes, dhe shumë njerëz kanë rënë viktim. Ora, që më ka bërë mu çuditë sa burra e ndiqshin. Mirë gratë mua këton se s'kan pa ndonjëherë femër duke folë për fen, e kanë rënë viktim. Po sa burra e ndiqshin, sa burrave ju kanë ngel hatri. Ka mërzit dhe burrat. Për këtë arsye të kam qenë shumë i ashpër, se thot dikush, siç ishte rasti i theologes që e mori lumi. Hadithet, po që gabim unë nuk i pranoj. Po kundërshtuan Kuranin, unë nuk i pranoj. Po ranë kundërshtim me fizikën, unë nuk i pranoj. Yjet dhe planetet ndikojnë në jetën tonë dhe lejohet astrologjia në Islam. Mos me fol pastaj për gjëra të tjera që gruaja nuk duhet respektoj burrin, s'ka pse të gatuj, po se ndjeu letiki le ta ndaj, të shofi jetën vetë që duhet me fëmijët e me burr e tjerë, po s'po ndalen me të gjitha këto, po ndalen vetëm me pikën e parë. Kush është ai person që analizon profetin sallallahu alaihi wasallam? Hadithet që flasin për rregulla unë nuk i pranoj, kurse hadithet që janë këshilla për moralin, për edukatën, nuk ka problem, mund t'i pranojmë. Për këtë arsye, domethënë, unë nuk është se kam asgjë personale me askën, po unë kam trajtuar situatën fetarisht. Pra fetarisht, personi i dytë, që thot hijabi është traditë arabe, po ti moj zyshi kanë thonë, pse e man? Po unë jam kështu jam njohur tani me kështu jam. Pa paret kështu bëhen. Paret kështu bëhen, se po ta hequn shamin. Muslimania më xahile në Antarktidë, sikur të jetoj do të kuptoj se kemi të bëjmë me një mashtruese. Petk për t'ju hedhë sy njerëzve. Për këtë arsye kam qenë, le të themi, në thojza kështu më rigoroz, unë nuk mund të them i ashpër, po më preciz. Sepse dëmi që sjell e dyta është shumë më i madh se sa dëmi që sjell i pari, sepse i pari tek gjithë muslimanët është jo besimtar, mohues, qafir. S'ka musliman mbi sipërfaqen e tokës që të besoj se një kuranist është besimtar. Nuk ka, nuk ekziston. Flas për muslimanët në të gjitha shkollat islamike. Nga më ekstremin ekstrem, të gjithë besojnë se kush mohon Kur'anin është jo besimtar. Mirë po, zonja theologe që e mori lumi me deklaratat e saj dhe desh Zoti i madh që u shfaqen deklaratat e saj dhe desh Zoti i madh që motrat besimtare që ndiqnin gjoja, trajnimet e saj, ju doli frika dhe i sollën incizimet dhe elhamdulillah i kemi në për celularët tonë dhe ua kemi çuar disa hoxhallarëve që mos të mbesin vetëm tek celulari im, domethënë dëmi dhe e keqja dhe rreziku ishte shumë më i madh se sa që mund bëjë një njeri i rëndom që mund të flasë në punët e fesë.
jetoj, thot, pyetja tjetër në Zvicër, më po kam problem me mbulesën se po më refuzojnë për punë. A mund të futem në një punë ku unë e hek mbulesën dhe pastaj kur të dal nga puna ta vej prapë mbulesën? Jo, nuk ka kështu kompromisesh me mbulesën. Përveç se nëse kjo puna është e gjitha femra. Nëse është puna e gjitha femra, nuk ka asnjë lloj problemi për këtë lloj negociate. E nëse puna pastaj ka edhe meshkuj, kjo gjë nuk funksionon sipas Islamit. Dhe kjo është sprova e shamis. Pra motrat besimtare gjithmonë kur vendosin shamin, unë ju a them, o motra, juve Zoti ju shpërbleft, se me të vërtet po hedh një hap madhështor, ama kuptoni se këtu fillon sprova juaj. Këtu fillon dhe sprova juaj. Pra, siç e thot Zoti në Kur'an, në surën Ankebut, a mos vallë menduat se do të thoni besuam e nuk do t'ju vejmë në provë? Njeriu sa më shumë përkushtohet, aq më shumë i rritet edhe doza e sprovës. Yubtala al-mar'u ala qadri imanihi. Njeriu sprovohet në sajt të imanit dhe besimit. Ku Allahu sheh te robi i tij fortësi, ja shton dozën, sepse ajo doza vetëm se e thjellon dhe e bën më vezullues dritën e imanit ti. E Allahu xhelalu ku sheh këtë dobësi, ja lehtëson sprovën. A e dini çfarë thoshte theologja për këtë temë? Thoshte kjo s'funksionon. Si thoshte ka mundësi, sa më afër Zotit aq më shumë shtohen sprovat. Ç'u bë Zoti? Përkundrazi thoshte theologja, sa më shumë afër Zotit, Zoti largon sprovat. Dhe sa më larg Zotit, Zoti më shon më fort. Theologja e kam me incizim çdo gjë me video dhe me figura, jo kështu me llafe. Po mirë, Allahu thot në Kur'an: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wan-naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Do t'ju vëmë në provë, do t'ju sprovojmë, duke ju marrë jetët, duke ju sprovuar në shnet, duke ju sprovuar në pasuri. Përgëzoj durimtarët, ata të cilët kur ju ndodh një sprovë, thonë, te Allahu jemi dhe te Allahu do të kthehemi. Ulaika alehim salawatum min rabbihim wa rahme wa ulaika humul muhtadun. Kur stillet në këtë formë me sprovën, do të ketë bekimin e Zotit, mëshirën e tij dhe do të jetë i udhëzuar në jetë. Domethënë sprova nuk zgjat përjetësisht. Urdhra ajeti që lexova pak më herët, a mos vallë menduat se do të themi besuam dhe nuk do t'i vejmë provë? Jo, Zoti do t'i vejmë provë. Allahu e thot. Wa nablu akhbarakum lina'lama al-mujahidin minkum. E të tjera ajete kuranore ku tregohet se sprova dhe besimi i madh apo i fortë dhe dashuria e Zotit shkojnë me njëra tjetrën. A ka njëri më të dashur te Allahu se Ibrahimi alayhis salam? Lexo pak për sprovat që kaloi Ibrahimi alayhis salam. A ka njëri më të dashur te Allahu se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Lexo pak për sprovat që kaloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kështu shkon kjo punë. Ora ne nuk mund të nxjerrim një model të ri të Islamit. Nuk mund ta nxjerrim. Në momentin që dikush tenton për të nxjerrë një model të ri të Islamit, ai është i dal nga Islami dhe ka sjell një Islam kopil. Islami tek ne ka emër, ka burim dhe ka transmetues. Dhe në momentin që dikush sjell një model të ri të Islamit, do të thotë që s'ka burim, s'ka model, s'ka transmetues, po kësa i thonë si shtot populli me ta lënë kopilin, nder. Flet një i çmendur dhe turret gjithë bota për të nxjerrë gurin që ai hedh. Ndërkohë që ne nuk kemi ndërmend të merremi me situata të rëndësishme, kështu që nuk mund të ketë dy standardizim të hijabit. E heq kur shkon punë dhe e vën kur del nga puna. Vetëm nëse ajo punë është e gjitha me femra, edhe situata është e ruajtur dhe e mbrojtur, lejohet.
Po unë do ta këshillosha rastin fjalë që nëse e refuzojnë për shkak të shamis të bëjë denoncim. Të bëjë denoncim. Morët vesh rastin në atij drejtorit komunist nga Kosova sot. E kishin dënuar atë komunistin, enveristin, me 1 vit burg. Pse? Kishte hequr një mësuese me shamin nga puna. Dhe kjo është për të burgëzuar kur funksionon ligji. Kjo është gjë e bukur. Dyshoj të vjerria se më kanë marrë mësysh. I kam thënë të marrim në abdes, po ata nuk e pranojnë një gjë të tillë. Si të veproj? Shqiptarët ne e kemi pak vështirë me e pranu se kina marrë dikën mësysh. Na duket sikur kemi bën ai mëkat. Ndërkohë që dikë mund ta marrësh mësysh prej qefit, dikë mund ta marrësh mësysh prej dashurisë, dikë mund ta marrësh mësysh prej mahnitjes. Mirë, po njerëzit e kanë kështu, si tha, kam hongër ty mësysh, ai s'flet me ty derisa të vdesi. Si më tha muaj, ka hongër mësysh. Thu ti që çka ka not, po ha me vëlla, do mund ta haj mësysh fëmin tim. Gjyshi mund ta haj mësysh nipin, mbesën, e kput. Po pse i do të keqen, jo më mahnitet me lodrat e tij, me lojën e tij dhe e kput. Dhe duhet që kur thot dikush merr abdes, dyshoj mos më hongër mësysh, mos ja merr për të keq atij, thuaj Zotit në roftë valla, patjetër. Merr abdes dhe i bi ujin abdesit. Si t'ja bëjmë në ato raste kur nuk pranojnë, atëherë merren gjurmët e ushqimit të tyre, ose pijes së tyre, ose çfarë kanë prekur ata, merret kjo gjëja, hidhet në ujë dhe me atë ujë lahesh, edhe je në rregull, me shpresë Zotit. Çfarë do të thotë nëse gjejmë thonjë të prerë në shtëpi, por nuk janë të askujt nga anëtarët e familjes? Kjo është pak e vështirë. Se dikush mund t'i ketë prej para jave, i kalon diku për t'i hedh, ka harru, i keni gjetë ju mas 3 javësh. Gjëra që ndodhin janë e rëndësishme, nëse me të vërtet janë të askujt, magji. Çfarë duhet bëjmë? Shkurt fare për të mos i lodh. Me i djeg. Më e mira do të ishte me hudh në ujë të kënduar, pastaj me e derdh ujin e kënduar dhe thojt me i djeg. Po nëse s'është mundësia për shembull apo ku dëgjon, atë mund të digjen direkt edhe mbaron historia. Vjerës timi i kanë dalë disa shenja si kënan në dorë edhe në këmbë. Dhe po na thot, si të del kjo shenjë ka me na vdek dikush. Besytnit Islami nuk i njeh. Besimet supersticioze Islami nuk i njeh. Gjitha këto janë llafe kështu fallesh, muhabete që s'kanë lidhje me fenë e Zotit, ose siç thomi ne zakonisht për tilla gjëra larg. A vlen xhumaja nëse merr gusël për ditën e njëjtë pas një arsye ose mundësie? E rëndësishme, se këto pyetje kanë çik problem në mënyrën se si shkruhen për sa i përket gjuhës standarde. Nëse dikush vjen ditën e xhumas dhe s'merr gusël, a i quhet xhumaja? Po, sipas mendimit të gjithë shkollave islame. Diskutimi është, a ka bërë mëkat ky njeri apo s'ka bërë mëkat? Që ka ardhur pa ula ditën e xhumas. Ama që xhumaja e tij është e saktë, këtu nuk ka diskutim me zgjidhjetarët islamit. Dikush thot duhet lahet patjetër ditën e xhumas, dhe dikush thot jo se ka për obligim, po është mirë të lahet. Dhe ky është mendimi më i saktë. Mund të obligohet nëse ka mbush javën pa ular, sepse ka një hadith që thot çdo musliman ka për obligim minimalja një herë, minimalja një herë në javë. Nëse i ka ardhur java dhe është plotësuar, ky s'ka marrë gusul gjatë gjithë javës, obligohet. Po edhe nëse nuk e ka bërë, xhumaja e tij është e saktë. Xhumaja është e saktë. A është mëkatar apo jo, këtu ka diskutim mes mëdhëbeve dhe dietarëve. A lejon varset të cilat kanë flutura apo zogj e tjerë. Çdo gjë që është pikturë varet nga qartësia e fytyrës. Nëse fytyra është e qartë, piktura
apo varsi, apo çdo që bëhet haram, nëse fytyra nuk duket, atëherë nuk ka asnjë lloj problemi. Për shembull, e ka kap plumbin nga mrapa. S'ka problem. Përdesa s'duket fytyra e plumbit. E ka kap fluturën nga mrapa, për shembull. S'ka problem. E ka kap elefantin nga mrapa. S'ka problem. E kapi nga para, duke marrë drejtim me elefantin, se po i bëjshin foto, bëhet haram. Piktura, kështu çdo gjë tjetër. Ka ardhur një pyetje shumë e gjatë, problem familje, por ne nuk merremi dot me pyetjet e gjata. Kështu që kush bën pyetje duhet ne i shkurtoj pyetjet. Ky ka përmend hallin e 10 vjeteve, e 10 viteve, me lexu këtë pyetje duhet deri nesër sabah. Cilit mëdhëbi përkasin ata që falin 3 kohë namaz dhe thonë që në Kur'an shkruhen 3 dhe jo 5. Normalisht që nuk është ehli sunet. Kush thot 3 nuk është ehli sunet. E përderisa s'është ehli sunet, mbaroi historia. Ne nuk kemi punë vetëm se me ehli sunetin. Sa për dieni, në mendimin e shiave, disa rrugë të tyre e kanë me 3 vakte. Me 3 vakte, po i bashkojnë, nuk i mohojnë. Pra shiat nuk thonë 3 vakte, thonë 5, por i bashkojnë. Jo të gjithë sipas ndarjeve që ato kanë. Thonë sabahu, mbaroi historia sabahu. Dreka me ikindin, akshami me yacin. Këta që thonë 3 vakte janë më keq se sa shiat. A e kuptoni pse unë jam i irrituar nga rasti i theologës që e mori lumi? Është më keq, më poshtë. Sepse shiat nuk thonë 3, thonë 5, por që falen në 3 vakte. Desa këtu thotë ke 3. Ndërkohë që kjo bie ndesh me Kur'anin, një, dhe bie ndesh me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bie ndesh me Kur'anin, pse? Se dikush thotë ku përmendet Kur'an 5 vakte. Ja ta shohim tani. Thotë Zoti në Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Shembulli juaj, o besimtar, që e besoni Zotin dhe botën tjetër dhe ditën e gjykimit është Muhamedi alayhis salatu wassalam. Sa vakte ka fal pejgamberi alayhis salatu wassalam? 5, mbaroi historia. A do në argument tjetër nga Kurani? Po more, shohim. Thot Zoti: "Hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Kini kujdes me namazet, sidomos me namazin e mesëm, sidomos me namazin e mesëm. Hajde t'i shohim se kush nga namazet meriton të quhet i mesëm. Kur ne themi 5 vakte, 2 para, 2 mrapa, 1 është mes. Sabah, drek, aksham, yaci. I bie namazi i mesëm, kush tjetë? Ikindia. Për këtë arsye në Uhud, çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? I mbusht Allahu varret e tyre me zjarr, se na angazhuan nga namazi i mesit, perëndoi dielli. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kjo quhet namaz të mesit, namazin e ikindis. Namazin e ikindis. Vazhdojmë me Kur'anin prap. Përmendet në Kur'an salatul fajr. O Kur'an al-fajri, inna Kur'an al-fajri kana mashhuda. Dhe namazi i sabahut, ai është i dëshmuar te Zoti. Mirë, vazhdojmë. Thot Zoti diku tjetër në Kur'an: "Min ba'di salatil isha'i." Shpërmend Kur'an namazi i yacis. Në rregull. Vazhdojmë.
është përmend Kur'an aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi lejli. Duluku shams, ç'do thot fjala duluku shams? Doluk në gjuhën arabe, flasim gjithmonë sepse Kurani ka zbrit në gjuhën arabe. Doluk në gjuhën arabe i thon kur dielli është në kulminacionin e tij. Në kulminacionin e tij. Fale namazin kur dielli të jetë në kulminacionin e tij. Fjala duluk në gjuhën arabe gjithmonë flasim, nënkupton edhe rënjën e diellit. Përktheje shqip, fale namazin kur të bjerë, pra kur të thyhet, kur thyhet dielli në kohën e ikindis. Qartë? Atëherë, sa u bon që janë përmend në Kur'an? Sabah është përmend, Yatsia është përmend, ikindia është përmend, hina dhahirati është përmend, duluku shams është përmend, kap edhe këtë quhet edhe kjo, edhe kjo. Tani na mbetet kush? Namazi akshamit. Shkojmë prapë tek ajeti. Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil lejl. Dhe kur të bjeri nata, kur bjerë nata? Kur fillon nata? Në aksham. Për këtë arsye unë them që këta njerëz nuk kanë lidhje me normat më minimale të kuptimit fesë. Pasha Zotin unë çuditem, them, ore, si ka mundësi që njeriu të zbresi kaq poshtë mos të di, le të themi, normat më minimale të interpretimit të fesë. Pra është një temë që ka 1459 vjet që nuk diskutohet. Dhe vjen dikush sot në shekullin e 15 të Islamit, dhe thotë jo, thotë se janë 3, e kam zbuluar unë. Madje kam parë dhe pejgamberin alayhis salam në ndër. Çfarë thosh o vëlla? Dhe si ka mundësi që akoma ka njerëz që vazhdojnë të jenë në dyshim dhe në dilemë? Pse di? Është tamam siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zemrat janë mes dy gishtave të Allahut. I rrotullon ai si të dojë. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala din. O Allah, Zoti që i rrotullon zemrat tona bëj të qëndrueshme në fen tënde. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. O Zot, më ruaj nga devijimi mbas udhëzimit. A lejohet me ju lidh këtij lloj imami i cili gjatë muajit Ramazanit u mlodhem në rinia e xhamisë dhe e kërkuan për namaz në 10 netet e fundit të Ramazanit. I njëjti imam pastaj na bëri denoncim dhe na akuzoi se ne jemi vahabista. Dhe na solli policin në xhami. Ej Zoti. Këto raste unë mendoj që duhen denoncuar. Pra ai ka bërë denoncim, por ju duhet ta denonconi për shpifje. Ta quhen matrapazët e fesë. Matrapazët e fesë. Pra shkelin besën, shkelin burrnin, shkelin fen. Këta kanë marrë, kanë punësuar, kanë dhënë lek që të falin namaz natë. Ky ka marrë punë, i ka denoncuar pastaj. Pak të kthejtë lekët. I Zotit. Hizri çfarë është të lutem, se kam dëgjuar që ju del njerëzve dhe ju shtohet mirësia. O Zoti i madh, o Zot. O Zoti i madh. Jo, nuk është e vërtet një gjë e tillë. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Wa ma ja'alna li basharin min qablik al-khuld." Nuk kemi lejuar që dikush përpara teje, o Muhammed, të jetojë përjetësisht.
Nuk e kemi lejuar këtë gjë. Po mirë, pyetje. Isa a.s. është gjallë apo jo? Është gjallë. Po mirë, nuk bie ndesh me këtë ajet kuranor. Ha? Zoti thotë se kemi lejuar kujt përpara teje të jetoj. Po pra, po. Edhe ai thotë Hizri është gjallë, do të vdesi. Hizri thotë ai, është gjallë, po do të vdesi. Kë e takon Hizri, jep dorën, bruz. Themi, rasti i Isait alayhi salatu wassalam është rast i përjashtuar nga Zoti me ajet kuranor. Pra rregulla vlen për gjithë njerëzimin përveç rastit të kujt? Të Isait alayhi salatu wassalam. Përndryshe, njerëzit e tjerë janë te kjo rregull. Cila është rregulla? Kush ka lind do të vdesi. Mbaroi historia. Kaq. Jam një nën me fëmijë dhe kam dëshirë të vendos mbulesën, mirë po burri nuk më lejon. As më lejon thot fare, mas lexoj Kur'an e tjerë. Mirë është që motrat tona muslimane, besimtare, kur të martohen duhet i shohin këto gjëra përpara. Se ja çfarë na lind kur nuk sqarohen gjërat përpara. Më mirë sqarohen gjërat përpara, feja, besimi, namazi, shamia, Kurani e tjerë, në mënyrë që mos ketë pastaj probleme. Çfarë thot Hoxha në këtë rast për shembull? Çfarë thot Hoxha? Hoxha thot, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Mos e kundërshto krijuesin për hatër të krijesës. Jo, po pastaj tani unë nuk bëhem dot urë mbi zjarrin e xhenemit. Të merrni llafën time e të vazhdoni rahat, qetë. Jo më zotni, feja e Zotit kjo është, Allahu ta letësoft. Kam një pyetje shumë të rëndë. Hajde, bismillah. A lejohet me shku tek një grua që shkrin plumb ose frym nëpërmjet fotove e të jep urakin se të fryme, por me i bashku një çift, pra çift? Jo, nuk lejohet, absolutisht. Këta njerëz sharlatan, si puna ati që u arrestu në Kosovë. Arrestun janë në Kosovë, nga këto. Kështu që tjetër, me fjalë. Nuk lejohet. Në Islam ka kënim Kur'ani, dua dhe lutje. Ndërsa plumbi e këto gjërat të gjitha, plumbi përdoret në luftë kundër armikut. Jo me shkrim. Se na marrin plumat pastaj, ai shumë magjira ka, po të shkrishin gjithë plumat, e i bjerë me na pushtu armiku për inate. Plumbat duhet i urojmë kundër armikut, jo t'i shkrim. Kështu që larg mashtruzve. Ju thoni që ka jetë varri. Po, e themi ne, pa e ka thonë Zoti në Kur'an një herë. En-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Çdo mëngjes dhe mbrëmje ata dënohen me zjarr. Dhe kur të vi dita e kiametit do i fus në xhehenem. Çdo mëngjes dhe mbrëmje dënohen me zjarr. Ku? Në varr pra. Në varr. Ndërsa ditën e kiametit do i fus në zjarrin e xhehenemit. Pra kemi dy lloj zjarresh. Thotë ju thoni që ka dënim varr. Jo ju, jo ne. Allahu dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht ajo fizikantja s'na e pranonte. Se theologe nuk është, ta nuk jam më theologe, po jam fizikante. Fizikante ta nuk, se për ty dot këtë gjë. Mirë po thot kjo motra, po varë thot që hapen mbas 100 vitesh. Çfarë gjejmë në tonë, xhenet apo xhenem? Po pse mbas 100 vitesh me motër, hapen nesër, varrin asnjë gjë s'gjen aty. Pse shko mas 100 vitesh, se është fik, për 100 vite, ka marru zjarri. Në varr nuk shihet asgjë, as dita, as atë natë, si kur një kamera me vendos aty mrena, me incizu, nuk duket asgjë. Pse?
Jeta e varrit është gajb. Çfarë do thotë gajb? Botë përtej të hetueshmes, përtej të analizueshmes. Se thot, po më hap vorë, thot, qa shef? Asgjë nuk sheh, se po të shihje, nuk do të quhesh mos sprov besimi. Është se sikur thosh, beson me lajket po, ku janë me lajket? Si beson diçka që se shef? Edhe jeta e varrit çu është si bota e me lajkeve, si bota e xhinëve, si bota e profetëve, si bota e librave të shenjtë, si bota e ditës së Kiametit, si bota e xhenetit, si bota e xhenemit, kështu me radhë. Qa shef ti thot po t'i hapësh, shof surratin tat, po t'i hap. Puna është se thonë sabahu nuk falet kaza. Nëse njeriu nuk çohet dot me fal sabahun, gjumi, lodhja, sikleti, tjerë, e fal kur të zgjohet. I dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Alhamdulillah. Yahdikum Allah islam balakum. Men nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idha qama au dhakaraha. Kush harron falin një namazi apo e zën gjumi ose si më thon e mund gjumi, le ta fali kur të kujtohet ose kur të zgjohet, se nuk e shlyn namazin e pa falur vetëm se kjo gjë. Pra ka thonë pejgamberi se nuk ka thonë përveç sabahut. Se ka thonë, kështu që larg këtyre njerëzve që flasin me ignorancë dhe pa dije. A lejo të punoj në një restorant si guzhinier, ndërkohë që në lokal atje matan përtej guzhinjes shërbehet dhe alkol. Normalisht që në gatimin ton nuk ka as verë, as mishderi. Lejohet. Lejohet, fetarisht nuk ka problem. Po mirë, ky ushqim do të serviret, nëse do t'i futemi këtij muhabeti, i bjerë që duhet me punu vetëm pastrus. Bjerë edhe pastrus problem, se të shkesh pastrus ke gjërat e haramit për shembull, ose do të pastrosh haramin që gjen rrugës. Kështu që nuk e hapim dot këtë kapitull. Burri prej familjes së tij më ka rrahur, burri prej familjes së tij më bën sherrë, burri prej familjes së tij nuk më respekton familjen time. A është e hishme të rrihet nëna në syt fëmijës 2 vjeç apo në syt mamit tim? Dhe sa hera i kërkon falje, e duroj, pastaj kthehet prap. Po mirë që ke mësuti, të pas ka bo rrugë. Ai trifka, të kërkon falje, ti e fal, trifka prap. Normalisht, nëse burri vend dorë mbi gruan e tij, ushtron dhunë, fetarisht, flas me fenë e Zotit, asaj lejohet që të kërkojë divorcin dhe s'quhet as pak mëkatare. Nëse e duron, edhe ai pendohet e kthehet prapë, e kjo duron. Çfarë thot hoxha i shkret, edhe hoxha njeri është. A është e vërtetë se njeri i cili nuk ka qenë i udhëzuar në fe në momentin që hyn në fen islame i xerrohen gjunahet? Po, xerro. Në momentin që dikush pranon islamin, çfarëdo që ka bërë më përpara i xerrohet. Elhamdulillah, kjo është mirësi e madhe. Për këtë arsye unë them gjithmonë, kush bëhet musliman, atë ditë është më i mirë se çdo musliman. Atë moment ai është më i mirë në botë. Pse? Se e ka xerro. I ka fletët e bardha. Elhamdulillah. Përshëndetje hoxh, përshëndetje. Në Kur'an çfarë thuhet për njerëzit që Zoti nuk i jep fëmijë, pra që nuk mund të kenë edhe pse po bëjnë përpjekje të mëdha? A quhen ata të mallkuar apo vuajnë të në gjëna që kanë bërë? S'ka lidhje fare. Mund të jetë shumë i mirë, mund të jetë shumë i devotshëm. S'ka lidhje me mallkim, s'ka lidhje me gjëna, s'ka lidhje, sprov. Sprov prej Allahut. Sprov prej Allahut. Zoti thot në Kur'an: Yahabu limen yasha'u
inathan, wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijukum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah është ai i cili ju furnizon me vajza, e ka nisë me vajzat, apo ju furnizon me djem, apo ju furnizon me vajza dhe me djem, dhe Zoti e bën këtë doj steril. S'provë për Allah, po së thot se është i keq, apo është i mallkuar, apo ka gjuna të tjera. Po njerëzit çu thon, njerëzit s'mbarojnë ndonjëherë. Para 3 muajsh më ka ndruar gjyshja jetë dhe po na thonë se çdo të premte duhet bësh hall. Por unë s'kam bërë asnjëherë se edhe s'di ta bëj, thot, po edhe më duket sikur çfarë po bëj. Dhe më kanë thënë që përveç hallëve që bëhet çdo të premte nuk duhet të ketë asnjë lloj ëmbëlsire në shtëpi. Larg budallëve. Kjo është tamam përgjigje e panegociueshme. Larg budallëve se s'pas kanë të mbaruar. Nuk ekziston kjo gjë në fenë e Zotit. Çdo të premte me bë hall, po ëmbëlsirë tjetër mos fut në shtëpi. S'ekziston kjo në fenë e Allahut. A është i saktë hadithi se profeti Muhammed a.s. i ka thënë një beduini lidhet dhe vend pastaj mbështet ju Allahut sepse ai kishte lënë dhe vend pa lidhur dhe tha se ju ka mbështet Allahut. Sakt. Tha lidhe e mbështet ju Allahut. Lidhe e mbështet ju Allahut. Pra duhet me bë sebepin, duhet me bë shkaqet. Me ju mbështet Zotit, me bë shkakun si fillim, edhe me ju mbështet Allahut. Thot është gjuna nëse i shkruajmë dëshirat tona në kohën e kryer në letër dhe me i vizualizu, kinë se po u bëj kanë realitet. Se kështu na kanë mësuar disa mësuese që bëjnë trajnime. Që nga ajo më duket, sa ishte i njishi për këto muhabete. Theologja që e mori lumi, jo, ta janë muhabete idioteske që i besojnë njerëzit naiv, prandaj larg këtyre njerëzve. Më ra të ulem me një motër e cila thoshte unë jam selefiste. Këto me qenë burra s'durohen, pale me qenë fem. Këto me qenë burra e të padurushëm, të shpifin veremin ose kancerin. Merë me ta kesh grunë kështu. Hajde, çfarë thot? Dhe më tha që unë nuk i ndjek hoxhallarët sepse janë bidatçin dhe të devijuar, po unë ndjek vetëm dietarët. Edhe unë po i shpjegoja, thot, me qetësi që ne si jemi askush që gjykojmë, e rëndësishme këta që i thonë vetës ne jemi selefista, janë një sekt ose tarikat, sekt, si që janë sufistat, bektashit, si që janë tekfiristat, sekt. Në momentin që këta e promovojnë se ata janë dhe s'ka kusht tjetër përveç tyre, ne jemi të shpëtuarit dhe rruga e vetme, e pos kalohet tek ne, e pos të vullosëm ne, e pos të damkosëm ne, pos të pranuam ne, jenë xhenem, kjo është një sekt, i rrezikshëm faktikisht, një nga sektet ose parti, sekt, grup ekstremist, shumë të rrezikshëm. Të ndjekësh selefët, parë tanë është prej gjërave bazike në fenë tonë. Çfarë themi ne kur interpretojmë fenë? 1. Kush është libri i Zotit? 2. Syneti. 3. Kuptimi i Kur'anit dhe Sunetit simbas selefëve. Apo jo? Kjo është bukuri. Ebu Hanifja çfarë ka qenë? Selefi ka qenë. Sepse është në 3 shekullit e parë. Maliku, e njëjta gjë, Shafiu, gjithë. Kjo është rruga e të parëve tanë. Momenti që vjen dikush sot dhe thotë, jo, thotë, s'kemi nevojë. Po selef thotë jemi vetëm ne, se ne e morim direkt nga dietarët.
Po këto dietarët nga e marrin? Direkta nga Kurani dhe nga Suneti dhe nga selefët. Do thonë ka përcim. Ne nga dietarët dhe dietarët ka përcim. Normalisht dietarët e mëdhej, si Sheikh Albani, si Sheikh Ibn Bazi, si Sheikh Ibn Uthejmini, si Sheikh Fauzani, më i ashpër ndaj këtyre prej dietarëve bashkëkohor Sheikh Fauzani. Helaj i ka bërë. Helaj, domethënë i ka shpall të paudh, sepse me të vërtet është një sekt i rrezikshëm dhe ekstremist. S'kan lënë dietar dhe hoxh pa e shpall bidatçi, ashtu si tekfiristat s'kan lënë hoxh dhe dietar pa e shpall qafir. Kanë të dyja grupet ekstremiste të krahut të djathtë, nëse do të thëjmë kështu, s'kan lënë hoxh dhe dietar me të njëjtat rregulla. Thjesht tekfiristat dalin në përfundimin që ky hoxha është qafir, jo besimtar, dhe të ashtëquajturit selefistat dalin në përfundimin se ky hoxha apo ky dietar është bidatçi. Rregulla është e njëjtë. Thjesht baraz, ky thot baraz qafir, ndërsa këto thon baraz bidatçi. Për këtë arsye u bokohej gjatë që ne tërheqim vërejtjen nga ky lloj grupimi dhe ky lloj hizbi apo partia apo sekti. Me të vërtetë ta janë sekt. Pse e them sekt? Sepse këta e kanë, po nuk qesi ata dhe po nuk të bon analizat ata, ti je i humbur dhe në xhenem. Dhe kjo është tradita dhe rregulla e të gjithë sekteve në Islam. Të gjitha sektet këtë praktikë kanë, qofse nuk të bëjnë analizën dhe certifikojnë ata se ti je i shpëtuari, ti je në xhenem. Ndërkohë që ehli suneti nuk e kanë këtë gjë. Për këtë arsye ka thënë Sheikhul Islam Taimia, ehlu sunneti arhamul khalq bil khalq. Ehlu sunneti janë më të mëshirshmit e të gjithë grupeve. Pse? I pranojnë të gjithë. Nuk shpallin një kollaj qafir. Po do thoshti po ti i the atij kuranisti, ai është me certifikat, ne po flasim brenda rrethit islam. Nuk shpallin njerëz qafira, nuk shpallin njerëz devijuar. Trajtojnë temat, trajtojnë idet, trajtojnë etj, por nuk i gjujnë njerëzve dhe nuk merren me njerëzit. Përveç rasteve kur është dikush është kthyer në rrezik potencial për humbjen apo për devijimin e njerëzve, atëherë merren me emër. Përndryshe nuk gjykojnë mbi emrat apo persona. Kështu që këshill për këtë motrën tani, mos u merr me të dhe mos debato me të. Pse? Ka një rregull në Islam që thot ash-shubuhatu khattafatun. Dyshimet peshkojnë ose dyshimet rrëmbejnë. Ka shumë vëllezër shumë të mirë dhe ka shumë motra shumë të mira që kanë hyrë në debat me tekfiristat ose me të ashtëquajturit selefistat dhe kanë përfunduar më keq se ata. Pse? Sepse dyshimet kanë qenë shumë të forta, ndërsa përgatitja fetare e diturisë ka qenë e dobët. E keni të qartë? Kjo është meseleja. Një vllai i ri musliman ka hyrë në fe, ka dhe një tato ke krau që ka sy. A duhet ta mbuloj atë kur të falet? Po, kur të falet duhet ta mbuloj, po edhe jashtë faljes. Sepse ajo gjëja me sy ndalon hyrjen e melajkeve. Kështu që ajo patjetër duhet mbuluar. Namazi i tij është i sakt, abdesi i tij është i sakt, gusli i tij është i sakt, agjërimi i tij është i sakt, haxhi i tij është, çdo gjë është okay, pavarësisht se çfarë ka bërë, por duhet mbuluar. A duhet detyrimisht që të bësh dush mbasi të lahesh në det apo në pishinë që të falësh namazin? Jo, s'ka nevojë, ti je me gusl 78 herë. Sa herë je fut në det apo në pishinë ti ke marrë gusl, kështu që s'ka nevojë me bë gusl. Nëse ti nuk duron kripën, është muhabet tjetër. Nëse ti do me qenë më higjenik, është muhabet tjetër, ama fetarisht ti je në rregull.
Ka ardhur një pyetje këtu, po e dha përgjigjen pak më përpara. Kam dhënë përgjigjen pak më përpara që thot Kurani thot 3, e hadithi thot 5. Desha të di a mund ta fal namazin e sabahut nëse te aplikacioni ka hy, por tek xhamia nuk është thirr akoma. Nëse ka hy namazit sipas aplikacionit, je okay. Sepse në xhamia jashtë Ramazanit thirret me vonesë. Në xhamia jashtë Ramazanit thirret ezani 1 orë para lindjes diellit, që do të thotë ka hyrë sabahu me kohë. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme është ti mbas asaj kohës që thotë imsaku, prit 20 apo 30 minuta edhe fale sabahun edhe je në rregull, edhe pse s'është thirrë ezani në xhami. Si është çështja atyre njerëzve që vdesin apo trupat e tyre digjen dhe treten, pra nuk varrosen në tokë? A është edhe për ata ajo që quhet jeta e varrit? Po s'kan varr ata, janë zhduk. Jeta e varrit ka 2 emra në Islam. Jeta e varrit dhe jeta e ndërmjetme. Është quajtur jeta e varrit se në përgjithësi njerëzit varrosen. E nëse ka ndonjë që nuk varroset, atëherë ka emrin tjetër, jeta e ndërmjetme. Pra jeta e barzahut ose jeta e ndërmjetme mes kësaj bote dhe ringjalljes do ta kalojnë të gjithë. Pa ai për shkak si vjen me leku, si e pyet, është gaib. Ishte një burr, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili ishte mundur shumë për fëmijët e tij. Dhe para vdekjes i mlodhi fëmijët dhe u tha: "Çfarë babe kam qenë për ju?" I thanë ata: "Baba më i mirë." Atëherë tha: "Unë do t'ju lej një amanet. Kur të vdesta, ma digjni trupin dhe hirin ma ndanin 2 pjesë. Gjysmën ma hidhin në erë dhe gjysmën ma hidhin në oqean." Me të vërtet, baba dha shpirt dhe djem me shumë siklet madh çojnë në amanet, çojnë në vend amanetin e babës, që në Islam nuk lejohet me çunë në vend atë amanet që bjerë ndesh me Islamin. Po e rëndësishme. E dogjën, e morën hirin dhe e ndanë 2 pjesë. Gjysmën kur fryri një erë e madhe e hodhën në erë dhe gjysmën e hodhën në oqean. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Me ta bërë fëmijët këtë gjë, Zoti e ringjalli." I tha: "Robim, pse e bënë këtë gjë? Pse e le këtë amanet?" Tha: "O Zot, isha shumë i frikësuar se si do të dalë para teje. Isha shumë i frikësuar se si do të dalë para teje. Kështu që ke Zotin nuk humb askush. Edhe nëse vritet, edhe nëse mbytet, edhe nëse digjet, edhe nëse zhduket në kuptimin materialist apo fizik të trupit ti, procedurat e varrit, pyetjet e varrit, përjetimi i varrit do të përjetohet nga çdo njeri që vdes." Kam dëgjuar se në bazë të Kuranit nuk ekziston nata e varrit. Mashtrim gënjeshtër, pak më lart ne e tham ajetin kuranor ku Zoti thotë: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Ajeti kuranor flas, po ka dhe hadithe pafund për këtë temë. Shkohet për ditë të hënë në Varreza, sepse kam dëgjuar që është keq të shkohet për ditë të hënë. Shkohet në çdo ditë të javës pas një lloj sikleti. Të hënë, të martë, mërkur, të njëjtët, premtë, të shtunë, diel, të hënë e kështu me radhë. A është gjuna aborti për shkak të opinionit njerëzve, sepse ata do të më tallin për këtë moshë që unë jam shtatzën, apo do të më qeshin? Mos dëgjo njerëzit. Dëgjo çfarë thot Zoti. Zoti e ka bërë haram abortin. Dëgjo çfarë thot pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi sa ka bërë haram abortin. Dëgjo zemrën tënde, ç'po duhet dhe njerëzit. Ku ka si fëmia. E po mosha këtë gjë, mos e vrit mendjen. Hiç njerëzit 3 ditë do të flasin. Mas 3 ditësh
ashtu jeta jote. Kështu që stresit zero. Desha me të pit, pra me të pyet. A kam gjina, pra mëkat, që nuk po i foli kunatës, sa ajo më ka thonë lavire. Kurse vllai im që është ene, që është ene si ta gruë du motre, pasha Allah është i gjuhë që unë nuk e kuptoj, kurse vllau im që është ene si ta gruja që se dua motre të dhe, në shtëpi, i ka thonë ai që se du gruntate në shtëpi, e në ai nuk më qranok, as më folë, po më merë malli për shpinë në nënë, me sa duket i ka thonë vllai, mos ma sill grunë. E rëndësishme, stresit zero, ma e mirë me burrin, ma e mirë me kalamojt, këto tjerë shumëzoj me zero të gjithë, edhe jeta vazhdon. Ka vajtë koha, faktikisht në ka ngellë shumë pyetje, po hajër inshallah. Kemi dhe 4 minuta, po mirë, për 4 minuta ne marrim 12 pyetje. Një person thot ka qenë me namaz e me gjitha, pastaj devijoi, la namazin, filloi alkoolin, ka bërë tatuazhe në trup, po ai tani është penduar dhe për ato tatuazhe që i ka bërë, është bërë pishman, ka filluar të falet e kështu me radhë. Elhamdulillah. Allahu e pranon pendimin e çdo kujt. S'ka gjuna që Allahu nuk e fal. Nëse robi thotë o Zot më fal, pendohet, kthehet në rrugë të Zotit, Zoti e pranon. Nëse fëmijës tim, ja laj pjesën intime pasi ai kryen nevojën të madhe ose të vogël, a jam me abdes? Po, s'ka lidhje, je me abdes, nuk ka lidhje. Më është kthyer mamaja nga Shqipëria e me vete ka marrë dhe nga varri i babait tim të ndjerë dhe ma ka sjell çantën të mbushur me dhe në shtëpi. Hajrë, inshallah, çfarë më bë? Kanë gjuna i budallaqe, që i ka thonë merre që ty eci marr, e ne e ka pru. Merre këtë dheun edhe idhe në plera, edhe thuj kështu tha hoxha që nuk bën. Jemi 3 motra, 3 vëllezër, e kalojmë shumë mirë. Jemi duke u kujdes për nanën, pra për nënën, po nuk dim se cilën se asnjëherë nuk është e kënaqshme, as me nuset, as me qikat, pra me vajzat me ne. I them shpesh që je gabim më nën, por ajo vazhdon prap e njëjta gjë. A mos hyn gjuna unë që i them je gabim? Jo, nuk hyn gjuna fare. Mirë bën që ja thu, por Zoti e lehtësoft. Sprov, kjo është sprov. Kur thuhet në Islam se namazin faleni në kohë, do më thënë me njerë mbas ezanit, jo, ke kohë deri në namazin tjetër. Stresi zero. A ke mundësi me na mësu se si bëhet dhikri i mëngjesit dhe i darkës? Merr një nga librat, siç është mburoja e muslimanit, thotë aty dhikri i mëngjesit, dhikri i darkës, mas sabau deri në lindje të diellit dhe mas ikindie deri në perëndim të diellit. Kur bebi fëmia bën 1 vjeç i pritën pak flokët ditën e lindjes. Dhe ai personi që i pret flokët, dhe personi që i pret flokët i blen ngërshërët apo familja e bebit. E para nuk ekziston kjo gjë në Islam. Prerja e flokëve mas 1 viti nuk ekziston në Islam. Pastaj gërshërët që i priten s'ka lidhje më fare pastaj, kupton hiç, se ekziston ky muhabet fare në Islam dhe mbaroi historia. A është haram me u feju me hoxh tinza familjarëve, pra fshehuras i familjes? Nga të dyja anët, si nga ana e vajzës dhe nga ana e djalit, haram i madh biles. Si martohen 2 të rinj pa e ditë familja? Ç'është kjo tinz? Ç'është kjo tinz? Kush ka përgjegjësi? Kush jep llogari? Nëse ju konfliktoheni me njëri tjetrin, kush përgjigjet për këtë muhabet? Ç'është kjo punë tinz? Ç'është kjo punë tinz? Të blet celular? Apo të blesh elçi me provë? Kjo punë ka nevojë për kujdestari, ka nevojë për familje, ka nevojë për zyrtarizim, ka nevojë për celebrim, se nuk është shaka, nuk është lojë. Lozim pak ku kam qefti.
I Zoti i madh. A mund na shpjegoni pak më qartë mënyrën se si varroset musliman sikur ka keq kuptim? Asnjë lloj keq kuptimi nuk ka. Koka nga perëndimi, këmbët nga lindja, trupi kthehet me fytyrë nga qabja. Pra e zejmë sikur ky krau këtej është perëndimi, ky krau këtej është lindja. Bjerë atë? Ja, xhenazja. Kënej është perëndimi, kënej është lindja. Kokën ja lejmë nga perëndimi, komët ja lejmë nga lindja. E kthejmë xhenazën me fytyrë nga qabja. Fytyra e xhenazës nga qabja. Këtë pjesën këtu mas shpinës e mushim me plisa dheu. Koka nga perëndimi, komët nga lindja. Kështu varroset i vdekurit. Mirë po, kur është në shtratin e vdekjes para se me e çu në varreza, koka vendoset nga ana e kundërt e kiblës, këmbët nga kibla. Për këtë arsye është bërë pyetje se janë ngatruar një pyetje që është bërë më herët. Pra kjo është koka e të vdekurit. Këtë është perëndimi, këtë është lindja, këtë është kibla. Koka e të vdekurit vendoset përballë kiblës, komët drejt kiblës. Pra, duke bërë ifade, nëse do të çohej personin ul, do të çohej me fytyrë nga qabja. Kjo është kur është shtrat, ose kur është pa dalë për shtëpie. Po mirë, nëse s'kan vend ato kështu, s'ka problem, nuk ka problem, mund të rrihet edhe kështu. Nuk ka asnjë problemi. E rëndësishme është që në varr vendoset në këtë formë. Koka nga perëndimi, këmbët nga lindja dhe e kthejmë me fytyrë nga qabja. Në rregull? Okej, sqarojmë këtë pjesë. Si jetë edhe e mirë, elhamdulillah mirë jam. Falë për pengesën, po nëse jep burri zeqatin për gruan. Për shembull, im shoq ka allton ari dhe nuk punon. Ime shoqe, më fal. Ka allton ari, pra, dhe nuk punon. Kujdeset për fëmijët, elhamdulillah. Pa më lejohet mua që ta jap zeqatin për gruan? Po më vëlla, lejohet. Lejohet. Për shembull, e zejmë, gruaja ka 800 gram flori. E burri nuk do me shqetësu fare në florinën e saj. Tho, sa duhet me dhonun? Kaq. E japun vit për gruan. It's okay. Very good man. Por fantastik. Allah është shpërbleft. Dy pyetje dhe fundit. Okej, me që tha vllai jon, Orioni. Bashorti tim i filloi ankthi për një herë me nënën e tij vitin e kaluar, pra edhe burri, edhe vjerra me i dite, pim, ju ka filluar ankthi. Dhe fillun me shku tek një hoxh, hajde ta shohim këtë tani, çka ka thonë. Ai kishte thënë burrit tim që mos shko për një kohë te familja e gruas, sa ata po të bëjnë sehire. Dhe këtu ata të dy filluan të friksoheshin edhe nga unë. Jam munduar me çdo kusht që ta bind burrin që mos me pas të lloj ndjesie dhe mos të kenë frikë nga familja ime, por se burri më thot, ti ateiste nuk beson. E para, ke ky grupi duhet të arrestu hoxha. Ky që i thot mos shko ke shtëpia gruas të bëjnë sehire. Nga e gjeti dhe nga e kuptoi ky mashtruesi. Kështu që mirë do të ishte që ky rast të denoncohej, se vetëm hoxh nuk është ky. Kurse këto që e kanë në rahat, me që nuk beson fjalën e hoxhës, që je ateist, hajë inshallah. Zekati thot, kam lexuar në një libër që zekati nuk mund të jepet as bashkëshortëve, as fëmijëve, as prindërve. Për arsye se këta janë të detyruar që të ndihmojnë njëri tjetrin në momente të vështira. Me dhënë zekatit plotësojmë obligimet tona ndaj nevojtarëve, forcojmë dashurinë tonë ndaj njëri tjetrit dhe mbajmë gjallë ekonominë e vendit. E saktë, është kjo përveç bashkëshortëve. Nuk lejohet në Islam me ia dhon gruas, e saktë. Nuk lejohet me ia dhon nonës, e saktë. Nuk lejohet me ia dhon burrit, e saktë. Edhe një herë. Nuk lejohet me ia dhon bashkëshortes, e saktë. Nuk lejohet me ia dhon nonës, e saktë. Nuk lejohet me ia dhon babës, e saktë. Nuk lejohet me ia dhon fëmijëve, e saktë. Pse?
ndaj gjithë tyre ti ke detyrim. Ndaj babës ke detyrim, s'mund të japësh zeqat. Ndaj nonës ke detyrim, nuk mund të japësh zeqat. Ndaj gruas ke detyrim, nuk mund të japësh zeqat. Ndaj fëmijëve ke detyrim, nuk mund të japësh zeqat. E vetmja gjë që ne nuk bim dakord me këtë pasazhin është bashkëshortit. Sipas Islamit ka detyrim gruaja ndaj burrit, s'ka asnjë lloj detyrimi për sa i përket investimit në mbajtjes me lek, s'ka detyrim. Kush është ai që ka detyrim? Burri. Kështu që nëse gruaja i jep burrit, lejohet në mendimin më të saktë të dietarëve, se ka interpretim. Ka një mendim që thotë siç thotë këtu pasazhi, po mendimi më i saktë është që lejohet. Pse? Sepse ka transmetim të saktë që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një gruaja ka dhënë zakatin burrit vet dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka miratuar. Pse? Sepse burri ka obligim kujdestarin dhe t'i përgjigjet gruas ekonomikisht, ndërsa gruaja nuk ka detyrim ndaj burrit t'i përgjigjet ekonomikisht, për këtë arsye lejohet që t'i japi gruaja burrit zakatin. Mirë, po mjaftohemi me kaq inshallah taala. Inshallah herë tjetër prap. Zoti ju shpërbleft, sallallahu alaihi wasallam, wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Zoti ju nderoft.